Domethënë, ju thoni që këto banorë E ka nda menin. e kanë da menin me lanë jetën aty për pronën. Po, le shtypi me qatë dush, me gra, me fëmijë, me gjithë. Le të shohim. Do jesh prapë i ftuar. Kur dushi i mirëpritën. Le të shikojmë si do të shkojmë atë çështja pronës, sepse ky është problemi më i madh që është kriju, unë ta thash dhe në fillim. Enver Hoxha i shtetëzoi, por nuk i grisi kadastrat. Nuk i dogji kadastrat. Kadastrat i dogji Sali Berisha në vitin 97. Ka dhe i gjanë që du të Që nuk mund të vërtetosh, mo ka bo një lëmsh pronësh që nuk ka zot që e zgjidh këtë nyje mo. Tash i ka dhe i gjanë që du t'i bëj thirrje edhe kujdo që mos t'i zanë bes të gjithë dokumentacioneve që merren sot dhe tash 20 vjetë në Turqi. Po kuj duhet t'i zëjmë? Kuj duhet t'i besojmë? Në Turqi duhet të verifikohen sepse bëhen gjitha falso në Turqi dhe bëhet sikur ti je pranari që ishën kohën e turkut.